Ani pse i bindur se do të krijojë qeverinë e re, opozita po vazhdojnë t'ia mbyllin dyert kryeministrit Kurti. Përveç Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, së fundmi edhe Lidhja Demokratike e Kosovës ka refuzuar çfarëdo bashkëpunimi me partinë fituese, lëvizje në vetëvendosje. Këtë tha kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku, pas mbledhjes më të gjatë në histori që pati një ditë më parë me kryesinë e partisë së tij. Kurse partitë opozitare i ka kushtzuar me postin e kryeministrit nëse duan koalicion. Analisti politik Blerim Canaj, lidhur me këtë, ka thënë se asnjë parti politike nuk është e interesuar më të marrë barrën, e cila tani më e pret Kosovën. Rezultatin nxorri faktikisht zgjedhje pa ndonjë zgjidhje, është vështirë të thuhet se kush cili do ta bëjë qeverinë, por shkak se në njërin anë krijohet përshtypja që asnjë nga partitë nuk është e interesuar të marrë barrën e cila tani më e pret Kosovën, duke pasur parasysh çështje dhe tema të rënda të cilat do ta përcjellin Kosovën këtyre ditëve, aq më pak Albin Kurti, për shkak se ai më së miri e di se çka lën trashëgimi. Kurse profesori universitar Nejmedin Spahiu tha se fakti që LDK nuk do të shkojë me vetëvendosjen do të thotë vetëm ngritje pazari, i cili nuk është askund. Mundësia për formimin e një koalicioni opozitar dhe me formu qeverinë LDK, PDK dhe të tjerët nuk ekziston thjesht për shkak që nuk është interesi i LDK-s me hyrë në koalicion as me vetëvendosjen e as me PDK-n. Megjithatë, kryeministri Kurti po vazhdon të përsërisë qëndrimin e tij, duke thënë se po presin certifikimin e rezultateve e më pastaj do të fillojnë diskutimet për formimin e qeverisë së re. Ndërkohë, sipas rezultateve të deritanishme të KQZ-s, lëvizja vetëvendosje po qëndron e para, e pasuar nga Partia Demokratike e Kosovës, pastaj Lidhja Demokratike e Kosovës dhe e katërta është radhitur koalicioni AK-Nisma.